Jemi rikthyer nderuar televizionistë, siç u bëm me dije tani, folëm gjatë për gjyqin e Ilir Medës, futën në një kafaz 9 cm i trash. Kafazi Arlind, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Faleminderit ftesë. Për ndihmosh në këtë pjesë ti. Kemi thirrur tani se ti tani nuk është se bashkëpunon me njërin, bilet që bashkëpunon as me këta të rinj, dhe kjo është gjë e mirë për pjesën që kemi sot ne. Sepse thua të vërtetën, nuk ke bashkëpunim dhe... Me që nuk bashkëpunoj me të keqen, nuk bashkëpunoj as me bashkëpunëtorët e të keqen. Bashkëpunëtorë, s'ke... Ti mbas standardin, do ta mbas deri. Dhe kjo është arsyeja që unë të kam thirrur. I ka dalë mirë. Që ti të thuash tani të vërteta. Ka bim, po i dori mirë. Tani, çfarë kemi vënë këtu si strishër, më kujtohet mua e shijon Berisha pushtetin në një lloj si Rama. Tani, doktor Berisha ka shpërthyer për media duke folur për mafia të fjalës lirë. Bile mafia e zezë e fjalës lirë. Duke fokusuar në mënyrë shumë të çuditshme, interesante, gazetarin që unë kam në krah, zotin Baton Axhiu. Do duke si personale, por ndërkohë jo, sepse Baton Axhiu është një figurë mjaft publike, sikundëse doktori madh, kemi ne, që është një figurat publike të botës që jetojmë sot, botës gjallë, edhe në këtë plan ne do ta diskutojmë. Doktori duket shumë i shqetësuar pse Batoni e ka krahasuar me Edi Ramën. Dhe ka thënë që Berisha e shijon pushtetin edhe duke qenë në opozit. Shije të mirë duhet të ketë pushteti kur je edhe në opozit. Ndoshta edhe Rama mund të jetë zëmëruar, po s'ka thënë gjë deri tani nga Batoni. Që e ka krahasuar me Saliun. Se bile Rama mund të jetë tërbuar, po nuk ka folur deri tani. Megjithatë, le ta ndjekim çka thën doktori këto ditë. Her pas her del dhe i thotë. Dendur dele, ja mos para se ta vini atë, shumë të shtunë doli shumë herë. Dhe unë tani dore vrapova për të ikur të liqeni. Foli doktori një 4-5 herë, edhe ndarë vonë. Sa dohet të liqeni dori Hoxha, filloi Hoxha aty të këndonte, u ktheva dhe nga ande, nuk di nga të shkonja. Tani, djali ta ndjekim çka ka thënë këto ditë. Mafja më e rrezikshme e Shqipërisë është mafja e fjalës lirë, e trillimit dhe manipulimit. Ajo përbëhet nga disa element mafioz të blerë nga qeveria, nga disa mercenar të fjalës lirë të tipit Stanishaq, Baton, që tani gjenë si mburojt krahasojnë të pakrahasueshme. Krahasojnë qeverinë me opozitën që lufton çdo ditë kundër saj. Sulmojnë protestën e opozitës sepse u shqehen. Batoni thotë se të dy kanë biznes e tyre, të dy kanë këto. Mafia më e rrezikshme në Shqipëri, më e rrezikshme se ajo e kokainës, është mafia e fjalës lirë. Dhe këtë mafia ka në dorë Edi Rama. Tani që Edi Rama është damkosur publikisht para shqiptarëve dhe botës, tani thonë që edhe Berisha është një lloj si Rama. Të krahasosh Sali Berishën me Edi Ramën, është si të krahasosh gjysmën e ndritshme të Hans me gjysmën që nxin gjithmonë të saj. Sot kjo mafje fillon dhe mbaron gjithçka për t'u mashtruar ju, gjithçka për të manipuluar të vërtetat para jush, gjithçka për të trilluar shpifje për opozitën, për Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Pra, si që ndojë nderuar televizionistë, doktori ishte në disa sinkronet, shkëputura copza, që ne kishim bërë një, dhe ai tani thankoi për median. Hera herës ai del dhe merr vendime. Tani ka marrë vendimin për media. Për të gjitha i mera, pa dyshime, morë edhe për pensionistët, mund të kujtohet, për shoqatat, për dreqin, për tani ka dalë për këtë punë. Tani pikërisht për këtë deklarata ne morëm shtys për këtë pjesë e emisionit. Do të diskutojmë a ngjan Berisha me Ramën. A përfitojnë nga një njëjti pushtet, një njëjti biznesmen dhe media, që i kanë shpesh bashkë. Bile një pjesë e mediave kanë një karakteristikë shumë interesante. Tela, çfarë thua ti? Mbaron pushteti për shembull Sali Berisha, duket që do kalojnë majtas. Fillojnë, kalojnë majtas ata. Dhe kalojnë djathtas. Bile njëri në një pritje me presidentin e kohës, më kujtohet mua, nuk e më mend kush ishte, Bamir Topi. Një pritje, të ditha unë kam vjen tjetëri, tha, një njëri i rëndësishëm, po nësë duhet ja them jemi tani, shumë i rëndësishëm i medjes, nga CEO, pronari, tha mua tjetë dita, tani unë po presa tjetha, se Rama filloj
fillim Rama mori një vendim ta nuk I pranoj. Këta se I ka patur, kishe doktori, gjitha, nuk I pranoj fare në botë. Unë atje presta, a I do mërzite, do të hap derën, dhe hapi. Dhe tani I ka median, edhe me ratë të gjithë. Pra, debatoni para 15 ditë shtu një mënyrë gati shumë të pafajshme, sa mua, ore do të themi gjitha shumë të ndershme, shumë të hapur. Ore ti ke themi të shumë shpesh gjitha ndershme të hapura, të vërtet, shumë të vërtet. Jo tha këtë, do të themi gjithë shumë të vërtet. Dhe e tha këtë, tani këtu ishtë prekur shumë doktori. Dhe këtë, që punojnë bashkë, ndajnë tjera bashkë, gjitha. Tani, Zoti Arlind, u bashkua me ne, Batona Gjiu, Anditela, Antona Bileka, dhe në lidhje direkt do pyes dhe një sepse ka shpërthyer dhe lufta tani që do të zgjidhet doktori. Doktori do zgjidhet, dihet ajo. Që dati kemi zgjidhjet të tonë se s'më më mirë. 23 maj. 23 maj doktori do të jetë përsëri, por ka dalë dhe një kandidate që nuk pranohet. Përveç Sali Arlind kanë dalë dhe Alesia Balliu, që jam kandidate, thot ajo, si te komedianët e Graham Greenit, është një kandidat për president I Shtetit Bashkuara që doli ai, mori disa votë, vajtë në Haiti, të shpëtonte Haitin pastaj, pas zgjedhjeve. Ka dalë Alesia, punë e saj, ne do ta pyesim me të gjithë çfarë po bën ai, që thonë që do jetë në gjyq doktorin. Edhe për ta shiruar çik bisedën, për të mos e mbajtur të kjo ankthi pjesës së parë. Tani Zoti Agjiu, tani do të pyes ty të parën dhe pastaj kaloj te Zoti Qori. Berisha duket shumë I shqetësuar veçanërisht nga deklarata juaj ku ju e krahasoni Berishën me Ramën dhe I thoshit që kanë pushtet paralel të ngjashëm me biznesmenë dhe media. Edhe njerë, pse thoni ju që Berisha e shijon pushtetin? Shijon bukur edhe duke qenë në opozit. Une, realisht kur analizoj opozitën, e sidomos njeriu që është qenë nga viti 92 në një pushtet, herë në pushtet direkt, si president, si kryeministër, herë në një pushtet moral duke qenë vetëm njeri historik I Partisë Demokratike dhe ndikues I proceseve. Pastaj kthehet për ta kryer misionin me Partinë Demokratike. Themelusi që po e fundos Partinë Demokratike. Këto karakteret të cilat ndryshojnë rrugës, realisht japin pushtet të gjatë të tjerëve. Për arsye se e shkatron pushtetin e opozitës, duke qenë I pafuqishëm, pa paradigmë të re politike, pa kritik dhe me biznesat të cilat janë ndërtuar në kohën e tij në një farë mënyrë apo tjetër janë pjesë e kësaj infrastrukture të cilat në një farë mënyrë jetojnë me politikën rreth politikës. Unë bizneset nuk I fajsoj, për arsye se ata kanë punën e tyre. E raporti I shtetit me bizneset është problem me mu. Raporti I opozitës me bizneset është gjithashtu problem serioz, për arsye se kur thith gjëra të një sistemi paralel që pushteti e ka, me një sistem paralel po ashtu të opozitës që ka, ose Sali Berisha me bizneset, atëherë është e pamundur që të krijohet një frymë e re për ndryshime. Do të krijohet paradigmë e re politike. Paradigma e re politike ka vdekë për momentin, te fuqitë e mëdha. Tash, problemi është që akuzat që vijnë nga edhe partitë të cilat janë kriju. Koncepti I biznesit shndruar në oligark në Shqipërinë, ose në fjalorin që përdoret si oligark, nuk ekziston. Për mu, biznesit janë të pafuqishme të ndikojnë në politikanin e fort që është momentalisht çfarë është Edi Rama, edhe në një politikan karizmatik me kohë gjatë që është Sali Berisha. Dhe na muj me kriju iluzionin me kritika se ata janë oligark, unë mendoj të vetmit oligark që janë në Shqipëri, janë dy figurat politike të mëdha në Kosovë. Metaforikisht po thëmë oligark, për arsye se ata e mbajnë peshën e ndikimit që e kanë kohë në një kohë të gjatë në jetën. Shqipëri thua ti se the në Kosovë? Shqipëri, se jo në Kosovë. Se përmenda Kosovë.
Fare. Përmend e gabim. Trashës e Kosovë. Po prandaj korrigjova unë se tani Në Shqipëri. jam edhe për bërë një korrigjim të vogël këtu. Tash, ku e kam hallin unë te pse doktori reagoi? Fort reagoj dhe duke ti kishte për përshtypje. Doktori reagoi për arsye se gjithmonë e vërteta e prek esencën. E vërtetë është pak. Dhe e vërteta është dhimbje. Trondit njeriu në vërtetë pak. Dhe doktori kur nuk reagon kur ka gënjeshtër. Përkundras, Kënaqet kur ka gënjeshtër. lumturohet. Lumturohet. Dhe dorën zemër, edhe për faktin që na kemi një gjatësi në mediume. Herë me gabimet të vogla të mëdha, i njohim të gjitha, ose gjithë infrastrukturën edhe të biznesit, edhe politike, edhe kulturore, se si funksionojnë këto dhe mbi cilat përmasa ato ndikojnë me njëra tjetrës. Dhe ne për faktin që heshtim në momente caktuara, kjo nuk do të thotë që nuk e dim të vërtetin. A jemi ferd ndaj publikut, duke i heshtur do gjëra, nuk jemi. Por, me gjitha të, një të vërtet e themi mranda mediumit që kemi, ose mranda fjales që kemi. Ajo që unë refuzoj, që të komentoj gjërat, është kure pavërteta që shëndrohet në akuz, edhe nga ne që jemi në mediume, do njëherë pa argumentet mjaftushme, na bën që Të dënojmë të avojmë ne. ta vojmë ne. Të avojmë ne. Kupton? Sigurisht. Dhe, ajo që kam vujtjet madhe është gjithashtu, krijimi i mediumeve nga infrastruktura politike. Që Në të gjitha partitë politike kanë mediumet e vete, për shkaktuar një lloj kakofonia Po. dhe për të mbyllur realisht qarkun e mediave të cilat janë si pushteti 3, 35 vjetë e vjetër kjo. si pushteti 4. Dhe, dhe me thënë, ti mund t'i shosh 80 mikrofona para një lideri politik. Mund të themi që vetëm 5-6 për tyre e kanë një ndikim, ose 10 për tyre e kanë një ndikim të vërtet. Të tjerat janë dekori pushtetit edhe vizuel, edhe, dhe me thënë, përmbajtjen e bartin nga, po themi kështu, nga e vërteta e pa vërtet që vjen nga politika. Dhe kjo është dhimbje madhe. Dhe doktori është arsyeja kryesore pse ne jemi të tillë. Sigurisht. Tani, Dhe është jo arsyeja, kurse tjerët janë arsyeja dytë, e tretë, se na jemi të tillë. disa arsye që vinë në resht. Zoti Flori tani, Kom me fol për të sa dush. po, sigurisht. Doktorit më i majt ligjërat, Ne- jo, ndërshmëri doktori- e për atë punë. Ndërshmëri doktori e do ligjërat, flasë ndërshmëri. një herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë, ne do flasim 5 herë, 10 herë, një herë, se ne me këtë punë merremi, me fjalën. Do flasim vazhdimisht. Doktori tani nuk mund të bëj përcaktime doktori, çfarë do doktori në këtë Jo, botë. mëre drejt e ti është, nuk Jo, pengon le ta mua. bëj, le ta bëj. Nuk Por ne do të pengon. përgjigjemi doktorit pengon mua. qartësisht. Tani, zoti Qori, ju ç'mendoni për infrastrukturën? Infrastrukturën e Edi Ramës se njohim para shumë. Ka media të fuqishme të gjitha, ka çfarë do ai. Çfarë do ai e ka. Por tani ç'mendonin për infrastrukturën që ka Partia Demokratike? Do a ngjan edhe kjo me infrastrukturën e Edi Ramës? A e ka kapur në këtë rast Sali Berisha opozitën duke bllokuar çdo mundësi që të lindin forca të reja dhe të jenë të suksesshme. Ideja që Berisha e mban opozitën sepse ka para për fushat elektorale, ka media të japin hapësirë të madhe, biznesmenë që e mbështesin, ndryshe nga partitë e reja që nuk kanë asgjë. Ç'është mendimi tuaj për këtë? Se vëre re për shembull që ty, siç do ta them pak më vonë, për shembull në rastin konkret të televizionit sa që nuk pranohesh. Kur thua partitë e reja nuk kanë asgjë, Lëvizja Bash nuk ka asgjë, se partitë e tjera Po, të thash ndaj të kam thirrur ty. Shiko, unë thira që për interes të shikuesit, popullatës, shumë tepër unë mora në telefon në Ksensin e Partisë Demokratike, zotin Lela, i thash, i kërkova me insistim një njeri të vinte, por se që ka ardhur një këshilltari Cëduos, po, ka ardhur një këshilltar aty, dhe jemi shumë të zemë të gjithë. Ka një zënje shumë të madhe këshilltarin, dhe i thash, hajde, flisni aty të tonin, është debatoni, jemi të gjithë ne i thashun, dhe të thoni çfarë doni ju. Pas taj më dërgoj përgjigje, zoti Lela, tha, ka ardhur ai, tha. Se mirë Rama që ne e kuptojmë pse nuk i dërgon njerëzit, falë Arlindë,
Sepse s'ka që dërgoj, po opozita, pse nuk e nxjerr njerëzit, se dhe vetëm doktori. Po, Tani, ti një dhe një gjë që tha Berisha në insertin tuaj, mund të kishit vënë dhe Ramën, se këtu çudia nuk mbaron kurrë. Edhe Rama del është kryeminist i vendit, ka shumë tepër kontroll se Berisha mbi mediat, edhe kur flet për mediat e vën veten si viktim. Sikur e kanë vënë aty në cep, sikur i bien nga gjithë po po sulmon, po Kjo është tamam një histori çuditërash. E dyta, problemi i Sali Berishës nuk është ajo që thot Batonaxhiu, se po ta thoshte Batonaxhiu ai nuk do i vinte shumë rëndësi. Problemi Berishës është që 90% e njerëzve që pyet në rrugë mendojnë të njëjtën gjë. Më kupton? Pra unë që takoj njerëzit në rrugë më thonë Sali Berisha me Edi Ramën janë një. Arsye pse Batoni e thot atë gjë mund të jenë të këqija. Po. Më kupton, mund të ketë arsye Po e zëm që janë të Batoni që e thot atë gjë, më kupton? Nuk po diskutoj arsyet për popullata thua ti. Por po dalësh në rrugë ti, siç dalun për ditë, me orë të tëra takoj qytetarët, 90% e njerëzve thonë një dhe një gjë. Këta janë një lloj. Në rregull, këta janë një lloj. A thua e ka gjithë populli gabim? Dakor, mund dal Berisha aty, se tha unë jam gjysma e ndritur e hënës. Më kupton? Edhe thot populli ka gabim edhe do e bin popullin mbase të ndroj. Diçka tha dhe me enën, po. E dyta. Se unë harrova këtë Po pra faqja e ndritur me faqen e errët. Faqja e errët është Edi Rama, faqja e ndritur është ky. E dyta. Po ky nuk e di që dritën të dy e marrin nga dielli. Nuk e kanë dritën e tyre. Edhe pse ky duket si me dritë. Kush është Dielli dielli? janë oligarkët i bie. Dielli. Oligarkët. Ata t'japin Janë të diellin, ata përbashkët. heqin diellin. Tani, të vazhdojnë çik me Berishën. Të unë, me sa kuptoj, Berisha ankohet se ka disa analistë kështu me radhë që flasin keq për të, mund të kenë edhe motive të këqija pse flasin keq për të. Po më prapë më duket luks. Sepse Sali Berishës nuk ja pengon njeri hapësirën televizive. Ja, ju dhatë një insert me gjithçka deshi thoshte Sali Berisha. Besoj po donte të vinte këtu në studio, nuk besoj si ti i thua jo. As ti, as kush tjetër, as një drejtues emisioni Ore i televiziv. kërkova, a i me kishte drejt për drejtmen se do e nuk vjen. A i ishte i thirrur këtu, kur ti doj, kur të ketë dëshirë. Po ti thot ai e mos pranoj. Pra, Sali Berisha i ka të gjitha mundësit të dalë në televizione dhe le ti ketë gjithë kundërt. Le të thot mendimin e vet dhe le ta bindë opinionin publik për të drejtën e vet. Tani po të bëj një krahasim që jam unë kryetari i Lëvizjes Bashk. Edhe në këtë studio që jam më mirë pritur se kudo tjetër, ne kemi ja 3 muaj e ca që nuk shihemi fizikisht. Imagjino tani në studiot e tjera që kaloj 6 muaj e 1 vit derisa kujtohen për të bërë një ftesë. Unë do doja shumë të kisha 1% mundësive të Sali Berishës për të folur publikisht, le ti kisha të gjithë kundër. Kur unë kam qenë në televizionin Klan herën e fundit që plasja i debati i madh me Fevziun, kam pas 7-8 veta kundër. Njëri më i gjindosur se tjetri, nga Blendi Fevziu i pari, te tjerët, sepse e vura gishtin plag. E vura gishtin tek oligarkia ekonomike dhe tek fakti se si oligarkia ekonomike kontrollon dhe mediat dhe ka ndikim të madh në pushtetin politik. Këtë Sali Berisha nuk e thot. Pra Sali Berisha nuk thot oligarkët e mediave. Se përndryshe duhet flas cilët janë këta oligarkë, çfarë firmash ndërtimi kanë, çfarë mediash kontrollojnë e kështu me radhë. Ky thot Edi Rama kontrollon ca vet. Që mund tjetë pjesërisht e vërtet ashtu, por nuk është ky problemi kryesor. Pra problemi kryesor nuk janë analistët që në mënyrë ose tjetër. Vetëm një sekondë ndërkohë. Mbështesin Ramën. Lulzim Basha. Lulzim Basha si ja bëri Edi Rama në parlament. Po kush janë oligarkët? Pas tha, ngrije kokën. E ngrije ai. Është shefqit ka statë oligark këta? Heshtja. Pam, ra koka poshtë. Është Zamir Mane oligark? Pam. Po pse çfarë do thot po ja bëj Është ky ulej oligark? Poshtë. I ra koka Lulit pam 4-5 herë poshtë dhe nuk e hapi gojë. Rama i tha, është ky, ha? Në këtë kuptim, Sali Berisha, si Lulzim Basha dje, ka avantazhin që sa herë të doj, të dalë në mediat kryesore dhe të artikuloj pozicionet e veta. Fakti që mund t'i ketë shumicën e analistëve kundër, nuk është fare problem. Madje, kur beteja është një kundër disave, ky që është vetëm kundër disave, merr më shumë audiencë, merr më shumë legitimitet dhe popularitet. Dakor? Sali Berisha nuk ka pse ankohet. Gjithsesi, unë dua të diskutoj pak atë që tha zoti Axhiu për punën e oligarkëve. Sepse unë mendoj që oligarkë Shqipëri jo vetëm ka, po janë çdo vit e më të pushtetshëm dhe janë bashkëfajtor me elitën politike, me qeverinë, sigurisht dhe me opozitën e vjetër, në plaçkitjen e vendit. Dhe po e marr nga një fakt i thjeshtë. Ju diskutuat gjyqin e Ilir Metës pjesën e parë? Po. Ilir Meta ndër të tjera akuzohet se ka dashur të çojë përpara një ligj për minjera të porositur nga oligarku Samir Mane, në këmbim të cilit i është premtuar apartament, mos gaboj apo vilë. Këto thonë dokumentat e Spakut. Pra ja ku kemi një rast që të vitit 2014, mos gaboj, ku Ilir Meta ka qenë
kryetari i kuvendit, se si oligarkët porosisin ligje. Ai që porosit ligje nuk është fakir që e mbyt qeveria duke i kërkuar rishfet. Tjetër, ne kemi ligje skandaloze si ai investitorit strategjik, ku qeveria praktikisht fal trojet publike, fal pasurin publike këtyre oligarkëve, ose shpronson pronarët e ligjshëm me një çmim shumë më të ulët se çmimi i tregut për ta transferuar pronën nga privati i vogël, pronari i vogël, tek oligarku i madh. Po ashtu kemi rastet panumërta të lejeve të ndërtimit. Të gjithë e kuptojnë që nuk ka logjikë urbanistike dhënia e kaq shumë lejeve ndërtimi në qendrën e Tiranës apo nëpër qytetet bregdetare. Pra asnjëri me mend në kokë, asnjëri që do minimalisht mirën e qytetit dhe të qytetarëve nuk mund të nxitet të jap leje të tilla ndërtimi në qoftë se nuk ka ca të tjerë nga mbrapa që i diktojnë atij vullnetin ose i ofrojnë shumë të majme për ta bërë plaçkën bashkë. Dhe për t'ju dhënë një shembull fundit pse në Shqipëri nuk ka oligark. A e keni dëgjuar ju biznesmenat më të mëdhenj këtij vendi që unë i quaj oligark, që tankojnë për nivelin e taksave? Kudo në botë biznesi ankohet për taksat. Thotë janë taksat shumë të larta. Sado të ulta janë taksat, të gjithë kërkojnë ulje taksash. I vetmi vend kapitalist në botë ku biznesi i madh nuk kërkon ulje taksash është Shqipëria. Pse? Sepse fitimi i tyre është jashtë logjikës ekonomike. Pra ata nuk është se investojnë në mënyrë produktive, nuk është se konkurrojnë në mënyrë të ndershme e të kenë problemin e taksave. Ata thonë, ne paguajmë çdo lloj takse. Është një lloj si organizatat kriminale. Është e njëjta logjikë. Edhe organizatat kriminale, organizatat e trafikantëve fitojnë shumë para jashtë logjikës ekonomike. Ai se ka problem të paguajë taksat, ai se ka problem të paguajë të pres fatura, sepse ai thjesht në fakt kuptimi do të pastrojë parat. Edhe oligarkët fitojnë aq shumë përmes kapjes së sektorëve të ekonomisë, përmes ndërtimeve abuzive në qendër të qyteteve, saqë për ta taksa nuk është problem. Taksa është problem për biznesin e mesëm. Mund gjesh një pronar fasonerie që ankohet për taksat, ose ankohet për rritjen e pagës minimale. Asnjë oligark nga këta të ndërtimit apo të mediave nuk e gjen të ankohet për nivelin e taksave në Shqipëri. Dhe për t'ju bërë një krahasim, taksat në Shqipëri janë më të larta se në Kosovë. Pra, Kosova ka akoma taksën e sheshtë. Paradoksi ky është që qeveria Kurtit është më e majtë se ajo e Ramës, e prap ka trashëguar një model taksimit shesht. Ndërkohë që taksat formalisht të Republikës së Shqipërisë kanë një dozë proporcionaliteti. Ama askush nga, po them, oligarkët nuk ankohet për taksat, sepse nuk e kanë problem, ose si paguajnë fare, sepse kanë shtetin me vete, ose edhe nëse i paguajnë për të taksat janë vetëm një përqindje shumë e vogël e fitimeve stratosferike që gëzojnë përmes kësaj ujdie të vazhdueshme me elitën politike, që do thotë me qeverinë rreth parë, por edhe me opozitën e vjetër në rreth të dytë. Dhe më lejni ta përmbyll parashtrimin tim për marrëdhënien Rama Berisha. Ty jam unë, po do të them një konkrete. Do të them edhe diçka të fundit, pastaj do pranoj pyetjen apo ndërhyrjen tënde. Shikoni, le të marrim një ditë të zakonshme të çiftit Rama Berisha, që sigurisht nuk e ushtrojnë drejt për drejt vetë, po e ushtrojnë përmes medias, bashkëpunëtorëve të tyre, njerëzve të tyre. Cila është dita e zakonshme Rama Berisha? Në mëngjes mblidhen për reformat e mëdha. Reforma territoriale, reforma zgjedhore. Po. Këto janë tryezat publike që i shohim gjithë. Mbas dite njëra nga palët në tryezë del për të bërë revolucion. Poshtë ky e përmbysja e madhe e kështu me. Në darkë ndajnë lejet e ndërtimit. Përmbys çdo javë domethënë. Në darkë më dëgjoj ylli, ndajnë lejet e ndërtimit. Pra, në mëngjes reformat e mëdha. Kupton paton? Pas dite revolucion, në darkë lejet e ndërtimit. Kjo është i gallat e madhe. Darkë vonë ndahen këto. Kjo është i gallat e madhe kur ne nuk mund të jemi më spektator. Duhet ta themi të vërtetën me zë të lartë. Sot që po flasim, janë duke ndryshuar kodin zgjedhor. Kanë për synim përjashtojnë partitë e reja që janë jashtë logjikës së koalicioneve parazgjedhore. Duan të vendosë një prag artificialisht lart, 4 deri në 5%, por ama mjaft më të ulët për partitë që pranojnë të hyjnë koalicione me partitë e vjetra, vetëm e vetëm që të përjashtojnë Partisë së Lëvizja Bashkë. Pra këta janë edhe dukshëm në ujdi me njëri tjetrin, janë, po të dëgjosh gjithë njerëzit që kuptojnë nga politika në Shqipëri, janë në pazare për leje ndërtimi me njëri tjetrin, dhe paradoksi i madh është që në seancat e parlamentit zihen me grushte ose në protestat e mbasdites flet Berisha sikur të jetë Lenini apo Trotski. Ka gjë që nuk shkon këtu. Merr flamurin aty del. Jo flamurin okun, se flamuri gjithmonë aty, flamurin kombëtar. Tani, marrim një shembull nga media të zotit Qori. Edi Rama kuptohet tani që ka shumicën e mediave, si kemi thënë të gjithë, dhe bën aty përfshir mediat me mëdha me shumë audiencë. Apo ja. Te me të tjerë të gjithë. I ka trashëgoni gëzon të gjitha të mirat këtyre. Doktori ka vetëm qasje me këto media
të gjithë e thresin, se për shembull dhe jep konferencën doktorit, gjithë dalin aty pam, i thresin të gjithë. Ka dhe televizion, Syri TV. Ka dhe televizion, po, personal, po. Por dhe qasit, por Syri tani të jemi realist, është para topit dhe klanit dhe këtyre është një vogël, është një kiosk, kupton. Domethënë nuk merr dot pushtetin me këto. Po opozitën e mban. Tani ti në cilat televizione lejohesh të fish? Këtu ke vajtur ndonjëherë? Ku? Te Syri. Jo, s'kam vajtur asnjë. Po s'kam pasur kështu festë drejt për drejt. Të tjerët. Sigurisht, te klani njëherë në shumë vite, mbasi asnjëherë më prej vitit kaluar e tutje, në Top Channel njëherë në 6 muaj mesatarisht, më ftojnë. Kur më ftojnë, zakonisht më ftojnë për një çështje që nuk është delikate, nuk ka të bëjë me oligarkinë. Më ftuan një herë për shembull, më thanë, me që je pedagog, hajde flasim për zgjedhjet në Amerikë, thash. Tani un pedagog. Direkt për zgjedhjet e Amerikës. Për zgjedhjet e Amerikës ta hajde ta për. Un pedagog jam, pjesë e parë e Amerikës, por nuk dua të dal publikisht po si pedagog. Jam kryetar partie, pedagogun e bëj aty në fakultet. Nuk kam më kohë mundësi tani që të dal bëj teori për populizmin e për djathtën ekstreme, se ka të tjerë ndoshta që marrin vesh më shumë se unë, edhe ju shkon fjala më shumë se unë në këto televizione. Sigurisht, në News 24, po thuaj se një vit që nuk kam diçka 9 muaj apo 10 muaj pa asnjë ftesë. Në televizionet e tjera, mesatarja kjo është. Njëherë në 6 muaj. Tek a dyshi shumë rrallë mesatarisht njëherë në disa vite kur, sidomos pasi u dolëm krah banorëve të Njën disa vite. Po, pasi u dolëm krah banorëve të Rjollit, sigurisht aty Njën disa vite i bie që ti 5 herë të dalësh gjithë jetën. Po me më... Thash, ky është raporti me unë po them, sigur unë të kisha mundësin, apo përfaqësues tjetër televizjes bashk, Redi Muçi e kështu me radhë, Birela Ruko, të kishim mundësi dilnim 1 ose 2 herë në televizione, në prime time, e diskutonim, siguroj që nuk do na bëj vonë fare, sikur të gjithë ata që i kemi përballë ti kishim kundra. Sali Berisha, po e them edhe një herë, Edi Rama, nuk kanë pengesa, mund të dalin në çdo televizion që duan, në çdo intervistë që duan. Nuk besoj se i thot njeriu, nuk besoj se ti po të erdhi Sali Berisha këtu i thua e lëm vitin tjetër, se kanë frikë nga ajo që do thuash ti. Nuk ma mendja se e bëm. Jo, doktori po që Zoti Çori, e kam një problem të kjo çështje, ende je klasik në mënyrën se si përjeton televizionet e mëdha. Mendoj që rrëfimin, mos dalim tem tjetër, jo, të kjo temë. Rrëfimin që duhet ndërtosh është rrëfimin përmes mediumeve alternative. E bëjmë atë, e bëjmë. Dhe mediumet alternative ta japin fitoren që ç'kem atë. E bëjmë atë. Pe di ç'ndodhi, vetëm falë vetëm një sekond. Unë kisha profilin më popullor në TikTok para një viti, nga gjithë politikanët, për numër ndjekësish, dhe Edi Rama, disa muaj para zgjedhjeve, ndaloi TikTokun. Edhe u hap prap, u hap mas zgjedhjeve. Më kupton? Pra, ne i përdorim rrjetet sociale, mirë po nuk rri kundërshtari i rehat. Edhe të rrjetet sociale fut duart. Tani, pra për shembull pushtetin jo do të kalojnë, se edhe ti dhe Antoni do hynë tani. Pra për shembull pushtetin e Ramës duhet të shemet edhe pushteti Berishës me opozitën tani, apo jo? Qori. Po janë ata që mbajnë ekuilibër njëri tjetrin. Tani kemi këtë zonjën, ta futim 2 minuta, e lodhëm. Kush? Zonja Alessia Balliu, është kandidate do kandidoj për kryetare Partisë Demokratike. Do kandidoj të ajo aty si qasin, po. E kemi. Do harrojmë që patëm dërmend. Jo, e kemi tani. Se dhe kjo, e kemi, po se kemi më thoni. Po jo se unë shpres do tani të them të flenë këta. Atere, Tela, para se të dihet. Narrativa e Erlindit është e tillë, s'ka ndryshuar pra prej vitesh, edhe duket sikur është gjithmonë fushat elektorale përpallë 2 partive të mëdha. Dhe votat ashtu kërkon ti marr. Por partitë e mëdha si kërkojnë ti marrin në Tela? Jo, Ndryshe nga Erlindi. këtë doja të shpjegoj. Shpjegoje. Që është e vërtet që Edi Rama del edhe thot 700 tenxheret, banaqet, gjysmë vërtetat televizive. Nga ana tjetër, zoti Berisha ka narrativën e tij kundër mediave. Por, në rast se zoti Berisha mund të ketë aksesin për të transmetuar live nga gjithë televizionet, mund të thirret nëpër studio, nëpër debat dhe intervista dhe ju nuk e keni këtë mundësi. Ajo që është e rëndësishme për të thënë është fakti se çfarë bëjnë televizionet e mëdha pasi e kanë transmetuar live Berishën apo e kanë thirrur në studio. Pra çfarë bëjnë me pjesën tjetër të jetës së tyre televizionit? Bëjnë me kërsh me fuqish, me Ramën.
Dhe kjo është ajo që duhet thënë. Pra nëse të gjithë televizionet e mëdhaja, Klani, Topi, gjithë ka tjetër, pasi të jepen dy lajmet e para me Berishën dhe me Ramën, do merren gjithë pjesën tjetër të edicionit. Ai ka, Tela, ke drejt, ai ka. Atëhere, po kjo duhet Po thonë. lufta se pa barabart, pa diskutim. Po çështja është ta bësh luftën. Sepse ne po themi që të mbaroj Tela se PD-ja dhe Berisha janë të barabartë me Ramën dhe qeverinë e tij në aksesin televiziv. Kjo nuk është e vërtetë. ja. Atë të lexoj raportin e Tham. Po ky është gabim, që mat minutat se sa... Jo nuk do merrem me PDPS. Po, me atë me çfarë do merrem? Me PDPS do merresh. E pse do merrem me PDPS-n? Do merrem me partitë e tjera sa kohë televizive kanë pasur. Partia e fundit që është regjistruar këtu është 0.37% kohës televizive e ka Partia Republikane e Fatmir Mediu. Lëvizja Bashkë nuk ekziston. Alind, e rëndësishme në këtë format. Nuk ekziston. Jo sasia. Jemi Pra, më nuk pak ka se rëndësi nëse janë 1 minuta PD-ja që flet, apo Sali Berisha që flet live. E rëndësishme është 1.000 minuta tjera janë pro apo kundër qeverisë. Leri moment kritikohet qeveria apo lavdërohet. Si ka mundësi? Thua, citon çfarë thot qeveria apo tregon se çfarë është e vërteta. Kjo është diferenca. Si ka mundësi që Partia Fatmir Mediu ka më shumë akses televiziv se Lëvizja Bashkë. Në rregull? Partia Fatmir Mediu nuk ka hyrë në 3-4 zgjedhjet e fundit. Do kuptoj çfarë kontributi ka në jetën publike. Mund të këtë më thuaj, si ka mundësi që ne se ekzistojmë tek Rama, pa në edicionet e lajmeve se ekzistojmë ashtu. Sepse ky minutazh që thua ti është Fatmir Mediu para SPAK-ut, ku bën deklaratat dhe bën intervistat para SPAK-ut. Ky mund të jetë studio, nuk e di çfarë ka. Ku diun? Partia Lirisë, Partia Mundësia. Gjithë ato janë parti që kanë pasur akses. Po, masi minutat. Jo çfarë thuhet. Jo, unë kam raporte zyrtare flas. E kam një problem se si e bëni analizën në parti aty. Pa arsye se po të them ku është problemi i partisë tuaj. Po unë kam të gjykuar se filloi Tela e vazhdon ti. Vazhdo. Jo, për të gjykuar Arlindin. Jo, më s'pe gjykojmë Arlindin, po vazhdojmë. Po ja çfarë? Jo, më thuaj çka kishe konkretisht. Po pse çka ke? Po kemi një problem që duhet ta diskutojmë këtë. Jo, përmendi të gjitha gjërat tu i ka Edi Rama. Jo, në debat pse. Po ikëm nga biseda. Jo, më s'po ikim nga biseda, po them pse suksesi ti nuk është deri me tash, po du mi treguar syet. Se po përmend minutat dhe orët... Ska televizione, ska para? Jo, po përmend minutat dhe orët e partive tjera. E tash. Desha mja bo analizën, se ky e ka marrë kritiken, dhe me thënë, gati, po them kundër të gjithën në një moment. Dhe nuk ka një selektim se qaj duhet politikisht në këtë moment. Jo, ma le ta përfundoj tezën e pastaj... Po, është tem tjetër. Pse është tem tjetër? E thresim Arlindin ditën e ende dhe na shpjegoj pse po vepron në këtë mënyrë. Arlindin po shpjegonte pse PD-ja dhe PS-n dominojnë me të njëjtat mënyra dhe me të njëjtat... Jo, desha me thënë, atë po me qenë, a më ta thëmë një fjalim, s'me po parantez fare. Paranteza, s'po bëj parantez, pi thëmë. Nëse ti kritikon oligarkët, nëse ti e kritikon politiken, nëse ti i kritikon mediat, është e pa mundur me gjithë hapsirë. Nëse tu të vërtetën s'ke hapsirë. Jo, dush me selektu të vërtetën. Jo, nuk e duhet me... Nëse selekton atër, më s'kërës me vërtetën është gënjeshtë. Nuk do të vërtetën është gënjeshtë. Ja, s'është gjysë e vërtet. Gjysë e vërtet, ajo është të bëjnë tjerët. Kryetarët e partive tjera të reja. Mbyllin gojën për atë dhe flasën ndryshe. Është problem kjo. Dhe i Arlindin unë e mora kështu. Lëvizja Bashkë është shembulli pse ajo që po thoshte ky është e vërtet. Jo se u ankuaj që pse s'del. Bravo. Kjo është vërtet sepse Lëvizja Bashkë që nuk është pjesë e kësaj gjithës është deri azh. Të dy thatë jetë vërtet edhe Tela dhe tjerë. Por janë të pjesë. Ky nuk po angoj. Berisha shumë pak se Rama. Ka zgjedhur mjetet tjera. Ky e di mënyrën. Ky edhe Topi e di mënyrën. Ajo, gjakuz publike për sistemin i cili është kalbur. Regull është kjo. A mo sistemi kalbur do ndorim. Akrevisionalitet do. Unë jam jashtë, jam dakord. Por, fakti që unë jam jashtë, të tregon që kërë sistemi është kalbur. Zonja Balliu. Po ku shkon fjalia ti? A keni ju koment për këtë çështje? A e shijon dhe Berisha pushtetin duke qenë opozit?
Si shta diçka për tenderat ju herën e kaluar, jo për Berishën, po të vendi ku jeni ju. Elbasan. Ati. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Pra, kjo ishte pyetja ime. Atëherë pa diskutim që Berisha shijon pushtetin duke mbajtur peng opozitën dhe duke trajtuar Partinë Demokratike si plaçk private dhe personale. Një parti që mungon gara dhe në një parti e cila rinia shihet si armiku dhe ku shpifja shihet si argumenti kryesor, pa diskutim që nuk ka se si të pretendoj të vim pushtet dhe pa diskutim që sa do vjedhe do të kurret. Nga 2021 deri tani jemi 300.000 vota minus dhe vazhdojmë akoma të kemi një kryetar i cili ka uzurpuar Partinë Demokratike dhe nuk e lejon atë të hapet, nuk e lejon askën që të mendojë ndryshe dhe shembulli konkret jemi unë dhe zoti Saliani që kemi guxuar temi të vërtetën dhe jemi përjashtuar si pasojë e kësaj. Atëherë, kam parë në media disa deklaratat tuaja që do t'i drejtojnë gjykatës për zgjedhjet në parti. Çfarë po bëni konkretisht? Tani, ja kam thënë dhe një Salianit që kishte këtu në studio tani. Do të thënë, kur nuk t'i qasin në fshat, ti i thashun ati kërkon për grua dhe vajzën e priftit. Ata s'të qasin në fshat, nuk të pranojnë aty tani çfarë është kjo që po bëni ju tani? Tani në fshat nuk po qasin shqiptarët Berishën pasi kanë 13 vite. Jo në fshat që partinë që e kanë marrë këta, jo në fshatin e madh. Po prapë, unë ju drejtova fshatit madh, me që ju drejtuat voglit, unë e maksimizova në rastin konkret. Pa diskutim që ne ndjekim procedurën, unë kam shumë pjesë e rithemelimi dhe kam shumë pjesë e çdo foltore që është zhvilluar nga Sali Berisha. Besova që Sali Berisha do na sillte në pushtet, na premtoi që për 6 muaj do rrëzonte Ramën, na premtoi bashkimin me demokratët, na premtoi që deputetët do t'i zgjidhnim nga primaret, nga të gjitha premtimet që dha në 2021 nuk ka mbajtur asnjë. Në 2021 neve pa diskutim, unë veç isha prezente, 5.000 delegat, 10.000 antar, votuam një statut dhe unë bas këtij statuti kam dërguar një kërkesë drejt Jemi okay me gjitha këto i thua. Po. Kemi një moment tjetër. Pyetja ime konsiston të kemi këto fakte. Për shembull ti do vesh atje do gjesh flamurin. Ta zëm se ai lartës briti dhe të dha ty gjerat. Të dha Partinë Demokratike. Dhe do gjesh flamurin. Bokshin. Të tjerë të gjitha që janë aty. Pse du t'ish aty? Ata së duan ty. Nuk të qikojnë dot, ti nuk qikojnë dot ata. Pse këtë nuk kuptoj unë. Se, do në thënë, nuk shoj një gjë. Dhe të gjitha... Unë aty kam 12 vite kontribut dhe nuk rri për flamurin i cili është emëruar i kryetarit, për pa diskutim që rri për demokratët, për parimet të mia dhe për ato çka ne besuam, luftuam, 2021 dhe votuam, që praktikisht është statuti. Prandaj kërkesa ime drejt Selis ka qenë e qartë duke kërkuar ndalimin e garimit Sali Berishës, pa diskutim konstatimin e mbarimit të mandatit të tij si kryetari i PD-s dhe komandimin e sekretarit përgjithshëm deri në zgjedhjet e radhës që të bëhen kryetar. Kështu që në kontekstin unë jam zëri demokrat dhe që kam votuar të statut dhe po respektoj statutin e votuar nga antarët e PD-s. Okay. Ju do shkoni në gjyq. Për një grup shumësash. Po pa diskutim që do të vit çdo hap ligjor, unë po pres një përgjigje nga... Po kush është tjetër me ju? Saliani është me ju? Urdhëro? Edhe Saliani është me ju? Në këtë qëllim? Pa diskutim që Saliani dhe unë kemi të njëjtat parime që duam ta bëjmë Partinë Demokratike të hapur, fituese dhe të jetë gjenerata e re ajo që do ta drejtojë. Nuk mund ta mbajnë individ të cilët e vetmja gjë që sot po bëjnë është po mbajnë Partinë Socialiste në pushtet. Tani ti do mbarojnë këto... Nuk është punë gjenerate, kjo punë paradigme. Nuk përna thua asë një gjë të re, pse duhet të arëzoni Sali Berishën. Në me thonë, po konstatoni procedura. Dhimbja kryesore e këtij vendi nuk është procedura.
Nuk është... Po pa diskutim që nuk është procedura, por është gara. Ne garën po e kërkojmë dhe normalisht mungesë garës që nuk po na lejohet të garojmë, do kalojmë të procedura. Tani, s'po të them diçka të re, nuk ka asgjë të re, sepse tashmë e din gjithë që me Sali Berishën Partia Demokratike nuk fiton. Sali Berisha me na tradhtoi për pazaret që ai ka për familjen e tij dhe për interesat caktuara të familjes vet. Ne nuk do presim që Sali Berisha të na lejojë ne të jemi pjesë e garës. Pa diskutim që do ndjekim çdo procedurë e cila duhet që Partia Demokratike të mos jetë më e uzurpuar, të hapet dhe të jetë më e fortë. Sali Berisha është ai që sot shpif mbi individët dhe për zëri ndryshe thotë që janë të lidhur me krimin e organizuar, ndërkohë i vetmi që ka futur krimin e organizuar pjesëtar të familjes Çapja në Elbasan është vetë Berisha. Dhe Berisha ato që bën vetja atribon kundërshtarit politik, normalisht me shpifje në mungesë të argumentit. S'kam asnjë... Se kuptojmë, edhe unë se kuptoj mirë dhe Batoni se kuptoj mirë, po dhe këta kolegët kuptoni në tonë si e kupton të këti. Se këta do jenë, doktori dhe Radrama, doktori në opozit, i përqen tani, thamë, ne këtu e diskutuam, përpiqet, fiton me opozitën, fiton gjerët, a i tjetëri i ka të gjitha, i gjati, ku e di unë dhe një qatë them, se ndryshe nga Arlindi që kemi thirrë në këtu, kjo ka një parti tjetër, ose a i që fitojnë në Ungari, iku a i aty. Në 2024, a i iku që në 2021, po në 2024 në fot në luft, edhe fitoj. Kupton? Nuk e kuptojmë këtë gjë. Ndaj shpesh unë bëj këtë pyetje. I thres tëftuaj dhe gjithë edhe Salianin e thres, dhe ka një, është shumë konfuze. Është si tani të luftoj unë, të marrë një, të dalë jashtë të vyjë në luft për të marrë një rangall. Se ju e konsiderojnë si rangall këtë, apo jo? Kjo është një rangall të një? Jo, absolutisht jo, sepse aty pa diskutim që nuk mund të konsiderosh rangall. Është rangall ku pola drejtuese e cila e ka çuar këtë parti nga humbja në humbje. Dhe pa diskutim me këtë kupol dhe me këtë leadership, absolutisht që Partia Demokratike vetëm do të kurre dhe nuk mund të jetë kushtetuese. Pra, të kurje do të thotë të mbeten ata aty vetëm. Por nuk mund t'i shuajmë absolutisht rangall. Kur e gjej zonën Balliu, artikulon, më duket, sikur nuk është antare e Partisë Demokratike, po është antare një partie tjetër dhe po ngre akuza ndaj leadershipit PD-s. Po ti ish tjetër ish mirë, po? Ti, ju më falni, donit konkuroni për postin e kryetarit PD-s. Paktën duhet na thuash se çfarë mendon ti se duhet bërë si kryetari i PD-s, pra çfarë duhet ndryshojmë PD? Dhe nëse ke akuzat direkte, më falë të marroj, akuzat direkte ndaj kryetarit PD-s apo leadershipit bëhen akuza me fakte, sepse akuza në ajër që është i lidhur me krimin, ka bërë këtë, po nuk u cilësuan, janë njësoj si akuzat e një kundërshtarit partisë. Nuk ta thua ashtu sepse duhet në kesh ndjekur në profilin tim dhe ke parë qartë që gjitha akuzat e mia kanë qenë provuara mbas të fakteve. Në rast të dytë, për të dhënë një alternativë se si PD-ja vjen në pushtet dhe bëhet fituese, pa diskutim që duhet hapet gara, dhe unë pa diskutim në moment caktuar do shpalos programin tim, dhe ato do ta bëj përballë demokratëve, jo përballë ju të nderuar. Po cilat janë pazaret që ka bërë Sali Berisha? Se ju thot ka bërë pazare. Pazaret që ka bërë Sali Berisha janë të shumta për sa kohë Partia Demokratike ka 13 vite që është në opozit dhe familja Berisha vetëm pasurohet. Po, kur e thuan publik duhet ta thuash me fakte, se të përgjithshme mund ta thot kushdo tjetër, po një antar i Partisë Demokratike, një kandidate për kryetare duhet i thot faktet. Pra cilat janë faktet? Se fjala pazare është e përgjithshme. Familja është e përgjithshme. Faktet për çka kam akuzuar i kam bërë publik në profilin tim, ju nuk më keni ndjekur, kështu që nuk kam çfarë them. Nga gjitha gjërat që i shoh në jetë edhe brenda politikës, unë kam parë plot personalitete ose personazhe që dojnë me kriju një aksident për një situatë. Dhe po më duket
vjen keq, po ti je një prej aksidenteve, për arsye se profili jot nuk më bin që ti do konkurosh edhe duhet konkurosh si përkryetar Partisë Demokratike. Nuk mundesh, jo vetëm pak. Ndërdim demokratët, ti nuk je demokrat. Jo, ku e din ti çka jam, ku nuk e din ti çka jam. Të bin atëherë vjesh jam rrugën e duhur. Jo, në rregull është. Do kisha problem me demokratët. Kisha lutë në dëgjova, s'ka problem. Jam në linjën e duhur. Okej. Unë, me qanë se unë po flas ti e në lindjen e duhur, në rregull je. Në rregull jam me atë punë. Por unë as po du të ndihmoj. Po du të flas me shikuesin si ndërmjetësuesi i këtij diskursi dhe atyre që na ndëgjojnë. Dhe ajo që mu më pengon është që aksidentet e krijojnë një proces demokratik. Po nuk ta lejoj unë ty ta shuash aksident, sepse procesin politik të Partisë Demokratike nuk je pjesë. Që përsa po nuk je pjesë. Jo, po unë desha të them që ti po jo të lutem. Ti ma lejo apo mos s'ma lejo, se kanë ky problem. Absolutisht, përsa ko jam e ftuar dhe ti po flet për mua, nuk mund ta lejoj. Mund të ta lejoj nëse ti flet për diçka tjetër për mua. Po, okej. Ja, ne të urojmë. Jo, unë mund të them që ke drejt edhe konkurro do fitosh, s'ka problem. Po atë unë kam problem me fjalitë e mia dhe me shikuesin. Duhet hapur gara në një parti dhe pa diskutim të luftoj për atë çka unë respektoj secilin që e bën një garë politike dhe hyn në betejë për të fituar diçka. Por brenda kësaj gare, çdo njeri që hyn në betejë hyn për të fituar. Dhe unë kam bindjen e plotë që pa diskutim që mund të fitoj. Përsa ko ka marrë këtë iniciativë për ta sfiduar lidershipin aktual të Partisë Demokratike. Unë kam besim të vetja ime dhe kam besim të gjitha ato demokratë që më shkruajnë se kam binime mesazhe çdo ditë nga demokratë antar Partisë Demokratike. Nëse yllit lejon që ti të vazhdosh me poezi, vazhdo. Po unë poezi nuk e kam ndërmend me ndëgju. Po mos e dëgjosh, problemi jo, mund të shohësh edhe të vazhdosh. Po mundohem ta ndihmoj shikuesin. Një nga njerëzit të rëndësishëm të Partisë Demokratike baton se ndoshta edhe ne kemi gabimore. Se kjo ka drejtën e vet, bëj dhe mbledh mos fitoj. Po flas për drejtën, po flas për aksidentin. Dhe unë po flas Edmond Spau, nga njerëz që ka tërë jetën në Partinë Demokratike, dhe është larguar çka më thot. Alesia, të lutem. Nuk e pjesë e formacionit ku mund bëj pjesë nderuar. Një sekond. Se ka dhe një këndvështrim të tillë që këndvështrimi i Alesias. Me gjithë respektin për ju. Alesia, të lutem, a mundet këndvështrimi i Alesias është i njëjtë me këndvështrimin e Edmond Spaus, i cili më shkruan, nëse PD është në rregull, ka kuptim vërejtjet që po i bëni këtu. Vërejtjet që po bëni ju kanë kuptim. Kush? Është në rregull. Që pi bëjmë. Apo kjo? To që thua ti, zotëri. Tani, çfarë rrugë duhet të ndjek kjo për t'ju kundërvënë maskaradës që bëhet në PD? Përveç gjykatës, çfarë të bëj ajo? Nëse nesër nuk e lejojnë të konkurroj, ndoshta del partin vetë thotë nëse nuk e lejojnë të konkurroj nesër, pas 23 majit. Por tani kjo këtë ka fuqi të bëj, këtë ka mundësi. Është dhe ky këndvështrim. Ylli, në përvojën që kemi në jetën publike. Unë e ti edhe se cili që jemi këtu. S'po kemi një senzor dë vogël me gjyku dhe kemi drejt për mes ati senzorit me gjyku, a është një gjë serioze apo aksidentale. Mas lutem, s'kam qef me u ofenduas nga as kush, kur unë jam i bindur i vetëdijshëm çfarë po them. Qertë. Dhe i aksidentin, une nuk munde me fojo. Edhe ta lem atë të mendojë Alesia. Alesia, une mund të thëmë fjalët më të mira për ty. Nuk kam ardhur të flas për këtë pjesë këtu. Atë pjesë e vendosin demokratët e vendos vota. Po, në rregull është. Ajo le të marrë 0 vota, mo. Po le të lejojë. Po jo atë Saljanin tjetër. Jo bëse, edhe do të me një arsytim publik, mo, Ylli, se s'mundemi kështu, del dikush dhe thot, familja e ti është e korruptume, kjo është e korruptume, pa paradigmë politike. Qysh mund është ti ngarë pa paradigmë politike? Me qka do të dysh ngarë ti? Nuk ka kuptim. Para fabrikatët dhe të shkallë kandidaturës. Lutem se jam dhe në lidhjen. A pse, të konkludojmë, ja ku shembulli. Se Zoti Qorri thot se mu nuk më japën hapësira. A dim se Zoti Qorri nuk më japën hapësira. Për arsye se janë ndërtrallë që e kini paradigmë në vazhdimësi politike. Dhe a dim se kësa i japën hapësirë në askush? Kush jepë?
Vetëm unë e kam zirë tyrë. Po jo, ma s'është ashtu. Po më thuaj, Fletë, ja ku e ke ja. Nuk është ashtu. Ke hapësira në media. Po bato unë e kuptoj që Unë jam me Berishën, s'ka problem. Në rregull jam, me Berishën jam. Nëse do më tha atë, s'ka Berishën problem. ti tani po. Vazhdo diskursin, Nëse- po bën shumë mirë. Mund të them Po tani bën që shërbimin e radhës shumë mirë. Alesja, unë e po thëmë që Jo, po nuk të lejoj tani. Por Alesja- Nuk kam ku jam Më shkruajnë që Alesja ka guximin e, kur të tjerë theshtin. E si mund të thosh më këta? E qa bën me guximin? Ti ke dëshirë të merresh me mua individualisht dhe të krahasosh tani hapësirën time mediatike unë në për emisione. A bën t'ja bëjmë 2-3 pyetje, a bën 2-3 pyetje t'ja bëjmë që ta kuptojmë pse po konkuron. Kështu që nuk të lejoj të shpifësh tani se jam dhe në Skype. Ka shpifa unë hajt ma thuj. Qa Po pra shpifa? këtë pra që po thua për pjesën e kohës televizive, unë kam dalë në emisione pa shumë pjesë e PD-s, që kur kam botuar librat e mia dhe kam dalë si profesioniste, si avokate, mund të hysh në YouTube. Kliko, qartësohu me vetveten, pastaj mund të flasësh aty me sigurinë tënde më të plotë. çfarë do Po të jo pyesim mund ta pa bëj ti. ta bëj qefin, por Nuk kemi ardhur këtu të flasim për minutazhin tim politik apo minutazhin tim Jo, mor, unë nuk e mbati. Nuk e kisën që Jo, unë nuk e Tani nëse ti do ta kemi edhe bësh njerëz, personale, Spiropalit. mund ta vazhdojmë në moment tjetër këtë ke debat. drejt. Sot nuk kam marrë flas për minutazhin tim. Sot i shohim Na iku. Keqja me Biumit. Alesja se na iku unë vetëm një pyetje kisha këtu, e kisha më shumë ç'diti për këto që bisedojmë me për doktorin se na iku biseda. Na iku se unë keqja po kritikoj e- një kolegët, na iku biseda. E keqja jon ylli këtu është se krijojmë armiq pa dashje. Unë s'du me qenë armiq i kësaj. Jo, ti nuk do të... Po, ti nuk do të problemi bësh është që realisht, unë ti nuk mund të heshti me mirë një të gjë që s'ka shpifësh. kuptim. Unë e kuptoj që je i porositur, sepse normalisht e ke këtë detyrë. Më thuaj qatë dush, detyre kanë pagu, s'ka problem, qatë dush tuj. S'ka problem, po une po të më shiroj për ato që... Pra, Që je. Spao më thot, seriozët po heshtin tëtë. Kjo po vepron pavarësisht çfarë themi ne. A tha Batoni që Berisha si i vlen opozita? A e sulmoj Berisha? Këtë po thot dhe kjo thot. Po, qa po thot? Këtë po thot më që këto që aty që Berisha i ka marrë gjitha aty. Po ti ikim ti momenti. Sot të mision e ka marrë detyrë. Ti ikim, Alesja, Diferenca është që edhe zoti Saljani, që është më i deklaruar i kundra Berishës, nuk thot do ta çojë çështjen në gjykat PD-s. Alesja në ndryshim thot unë do ta çoj në gjykat. Se përfaqësoj Alesja Po në gjykat kjo ka drejt veja. Patjetër, po nëse është vetëm për këtë punë për të shkuar në gjykat, Po them diçka që të përgjithësoj që ka betonet. Nëse do që ta kritikosh Berishën dhe ta nxjerrësh në dritë të keqe, duhet të kesh profilin për ta bërë. Në 2003-shin, kur Ilir Meta ishte kundër Fatos Nanos, kishte një kundërshtar, kishte shumë kundërshtar grupin e Metës, në PS u hap merr një formular të bëni kandidat. Shkëlqim Meta. Dhe shkoi dhe doli dhe Shkëlqim Meta atje për ta parodizuar procesin. Po kjo ka qenë proces ta parodizuar 35 procesin. vjeçar. Uran ka të sa liu e të gjithë. Jo, po pra. Këtë se ka vënë njëri. Kjo thot vetë mendoj unë thot. Po pra, tani problemi është që e parodizon. Jo, e keni gabim, lutem ju jam të më lejosh flas se kam dhe për vështirësi se nuk jam në studio. Ti ikim këti momenti se jemi... Parodizojnë dhe ne. Ikëm në një krah krejt tjetër, Alesja. Turoj që të zgjedhësh kryetare, qa me thonë? Turoj me zemë. Tani, një sekundë, nuk e mendoj unë. Atë statut e kanë votuar 10.000 antarë dhe 5.000 delegatë. Kështu që nuk e mendoj unë. Është e shkruar dhe propozuar nga demokratët dhe nga vetë Berisha. Kështu që unë thjesht po zbatoj rrugën juridike në mungesë të rrugës demokratike që O, ma jap mendimin se si do e ndryshosh Partinë Demokratike, nuk po më interesojnë. Ato do ta kur shfalos programin tim Baton, ju tek juve. Mirë, okej. Rregull. Jo, në rregull, s'ka problem. Unë mendoj që ti ikim këti momenti, Alesja faleminderit, unë e të urojmë të bësh maksimumin e mundshëm, po ne me që kemi parë në këto 3 pse ti themi këto gjëra, se ne kemi parë grupe armiqësore pa numër të gjitha që dalin nga doktorje, po edhe nga grupet, nga partitë e tjera, kjo është Shqipëria e të gjitha dhe ti me moshën, me forcën, me këto të gjitha, përpiqu me të gjitha mënyrat, po të presim dhe datën. Faleminderit. Yllit falenderoj. Faleminderit. Tani, edhe njerë të ideja pyetja se përse
Në Shqipëri, forcat e reja, si që ishte Qorja, po dhe të tjerët nuk kanë sukses elektoral. Dhe është opozita në këtë rast e blokuar, shpesh e themi këtë gjë, opozita e blokuar me ato mjetet që përdor pikrisht Edi Rama. A i ka pushtetin, ka opozitën. Se kjo është gjendja, këtë duhet, këtë unë kërkoj të dim përfundimisht. Ta vënd që pyetje këtë përfundim gjendësore që partitë e reja për shembull nuk kanë sukses. Po sepse, për këtë arsye që thamë, për arsyetimin që thamë, unë kam këtë arsyetim. Një parti kundër të gjithëve, arriti që ndërrohet në parti parlamentare. Sigurisht, mund të ishtim më të suksesshëm, pra më duket ndryshim cilësor. Por unë mendoj që populli shqiptar në maj të 2025-s i ka marrë në provim partitë e reja. Se populli shqiptar është djegur nga lloj-lloj aventurierësh në të shkuarën dhe meqense i ka djegur qulli, si thonë, i ka fryrë kosit. Kështu gjitha partive të reja u ka dhënë ose një mandat ose dy. Dhe u ka thënë, pa të shohim çfarë do bëni ju me këtë mandat. Çfarë do bëni ju? Dhe unë jam shumë krenar që Lëvizja Bashkë ka marrë notën 10 mbas zgjedhjeve. Me seriozitetin tonë, me faktin që kemi qëndruar fjalës tonë për listën e deputetëve, me mënyrën se si e interpreton funksionin e deputetit Redi Muçi në parlament. Partitë e tjera kanë ngelur në klas, sepse janë zënë, mos të kujtoj historitë me teza dhe medaja. Pra nuk është faji i popullit që e krijon besimin me ngadalë. Sigurisht me ngadalë do ta krijoj, sepse është djegur shumë në të shkuarën. Prandaj është detyrë çdo partie të re në këtë rast që të ndërtojë reputacionin e saj. Ne po e bëjmë shumë mirë. Kjo është analiza që unë bëj. Pastaj ka faktorë që janë kundër një partie si Lëvizja Bashkë, ka sa duheshme, është qeveria në radhë parë, është oligarkia në radhë dytë, është sigurisht edhe opozita e vjetër. Sepse kur po vija këtu ju i bëra një pyetje vetes. Se sigurisht, Sali Berisha nuk e ka vënë Edi Rama në kryet PD-s. Dhe Sali Berisha është në kryet PD-s pavarësisht Edi Ramës. Po bëjnë një pyetjen vetes. Sikur ta kishte në dorë Edi Rama, të vizatonte profilin e një kryetari të partisë më të madhe të opozitës. Çfarë profili do të kishte ky? E them se do të kishte Edi Rama në dorë. Do të vendoste një njeri që ishte i dyshuar për korrupsion dhe i akuzuar për korrupsion një lloj si Rama. Do të vendoste një njeri që ishte autoritar një lloj si Rama. Do të vendoste një njeri që sulmonte institucionet e drejtësisë një lloj si Rama. Do të vendoste një njeri të izoluar ndërkombëtarisht, do të vendoste edhe një njeri që nuk ishte asnjë aspirat për te vendit dytë. Tani, unë nuk po them që Rama e ka vendosur Berishën. Rama e ka gjetë Berishën. Po i përshtatet aq shumë sa që është një lloj si ta kishte vendosur, pra nuk po bëj teori konspiracioni këtu. Nuk po them që Rama po bën ç'është e mundur që Berisha të qëndrojë aty. Po them, sikur Rama ta kishte në dorë, do arrinte në të njëjtin përfundim siç ka arritur Berisha me forcat e veta. Ky është thelbi i gjës. Ky është thelbi i gjës. Tani do presim zgjedhjet e ardhshme për të kuptuar ku do shkojë opozitarizmi. Jam plotësisht dakord 100% me ty, po e di pse po qesh shumë vite më parë kur unë bëja gazetën Baton dhe Rafat Osmanua brenda këta gjetën krau i Berishës, se nuk e di që do bënte Rafat Osmanua, e the bukur ti që do bënte Rama po ta kishte në dorë. Po kur e kishte Berisha mua më kujtohet, Baton është shumë e bukur, tani gjetën një njeri këta. Ranë Burg Fatosnano dhe gjetën njeri për kryetar të Partisë Socialiste. Pire më kujtohet, po i intervistova unë atë, i dash dhe një kravatë kineze unë, kur ishim në kinë me shullakun e këto, kishte kravata $1 shë me shumicë. Edhe u beha i pashmi, ku regullua aty të gjithë dhe doli. Unë kam parasysh se si e zgjidhte Berisha kryetar në opozitës. Po ndosha një lloj zgjidhje dhe Rama. Nuk ose zgjedh Rama. Intervistova unë atë. Por intereson ky lloj profili, këtë po them. Harova emrin se tani ka kaluar shumë vite, U gjenta ai se nga u gjenta, o nga Rogozhina, o nga Peqini, o nga po më duke nga Kavaja. Një njeri erdhi aty, i rumbullakët pak, i rumbullt. Vurit atë kravatën që i dashme, gjithë dhe kështu. Këta kështu të t'i zitin, dhe e drama. Një të tillë, bile kë mund të merte e drama aty së ati. Më se Berishën, ka më mirë do më thënë, Ka më mirë me ndonë ti. Nëse bën... Nuk e di, kërë duke të reguar, është lindi mua më kujtua kandidati. Këtë që Zoti Qori dhe tha, dhe më thënë, një pjesë e Evropës qendrore dhe kjo e jona, Evropa juglindore, realisht ndërtojnë parti korruptive. E partit korruptive vinë për partive të mëdha. Dhe është arsyshe sa herë që ka një partije cila ka një diskurs, ka një paradigmë politike të re, ka një kritik fort, partitë e mëdha janë të kujdesshme
që mos të polemizojnë me tezat cilat krijojnë një paradigmë të re politike. Dhe çfarë bëjnë? Krijojnë një model të korruptuar të një partive për t'ju kundërvënë dhe për ta krijuar këtë kakofonie politike, për ta krijuar një ekuilibër të partive të vogla, të cilat realisht mundohen që të trajtohen një lloj. Dhe problemi i shikuesit edhe i votuesit është se nuk e kuptojnë këtë fenomen të partive të mëdha që krijojnë si motor ose fjala man që fyen pastaj partinë. Jo duke kërkuar hapësirën e vet, por duke humbur gjurmët e tjetrës që ka hyrë me paradigmë politike. Dhe Zoti Qori do ketë një histori të tillë edhe për një kohë. Dhe unë besoj që fakti se vazhdimësia e tij dhe qëndrueshmëria në tezat që ka nuk dorëzohet, kjo rezultatin do ta ketë sigurt. A do ta ketë këto zgjedhje, a do ta ketë. Dhe dyta pse Zoti Qori e ka të sigurt këtë mënyrë të bërit politikë është se nuk e ka domosdoshmëri arrogancën në të parit. Dhe kjo jam i sigurt nga përvoja ime që kam me fytyrat politike, me mënyrën si ndërtohen njerëzit, që kjo do ta jap suksesin në fund. Nuk e di se si do zhvillohet profili i juaj politik në të ardhmen, por e di sigurt që partitë e vogla që krijohen për të sulmuar, do ta humbin rëndësinë për arsye se ti e ke marrë qëndrueshmërinë tënde. Ke qenë i gatshëm që të konkurosh për kryetar të Tiranës, edhe pse ke qenë dhe ke qenë i gatshëm që ta lëshosh vendin, ke qenë i gatshëm që ta mbash peshën e lëvizjes bashk, pa pas vetëm me diskurs, pa pas ambicie të njeriut i cili glabron gjithçka, dhe ajo që është më kryesore që nuk e arritur që të korruptohesh, që të krijosh një diskurs për një parti më të madhe. Unë mendoj që jemi këtu, do flasim prap, edhe është e pamundur që mos shpërblehet kjo. Ajo që e kam unë një gjë të sigurt është erozioni që do e ka Partinë Socialiste, për arsye se jeni parti e majt, edhe e majta në Shqipëri është bukur e shprehur, është e bollshme, me numër të madh. Erozioni që do e ka Partinë Socialiste, mungesën e diskurtit të Partisë Socialiste, do ta jap suksesin kurdo që ndodh kjo me shpejtësinë e duhur. Jemi këtu, i kujtojmë këto fjali, unë gati jam i sigurt në këtë. Ajo që e pengon rritjen e partisë Lëvizja Bashk, nuk është Edi Rama, s'është Sali Berisha. Për arsye se është krijuar si projekt politik dhe si lider politik që i konvenon të majtës që të shkëlqej. Dhe ky shkëlqimi të majtës krahasuar me Sali Berishën në një moment derisa të fokusohet debati me juve, Sali Berisha është pengesa kryesore. Përndryshe, kozgjatja në politik, në këtë mënyrë që ju e trajtoni politikën me vazhdimsi, me diskurs, me paradigmë, i pa kompromis në tjerë, gjithmonë e ka një vonesë, po suksesin e ka të sigurt. Okej. Para shumë, po e mendoj si koncept. Vazhdimisht në studio, për pozitën e re, partitë e reja, sigurisht problemet janë shumë të mëdha, jo për vetë partitë, për këto që ne diskutuam deri tani. Një status quo që është më ngërthyr dhe mbërthyr fort në këtë vend nga Rama dhe Berisha, të cilët nuk do të zgjojnë një ditë që të hapin rrugën vetë, se duhet ta krijojnë. Dhe a mund shemet e gjeneria e tyre ne nuk e dim, ne këtu, se ne jemi gazetarë, kupton. Çdo gjë merr fund, është nga ligjet e historisë. Jo, çdo gjë merr fund. Limite është kjo botë. Ka një ndryshim nga 2025, se për herë të parë janë 3 parti të reja me vota në parlament. Nuk ka ndodhur më parë. Reformën zgjedhore ata bashkë po e bëjnë prapë. Ka shanse që ai bllokadën. Tani unë kemi edhe një pikë gjysmë për diskutuar që të ikim nga ky problem, do të jemi vazhdimisht. Tani Skënderbeu paralajmëron disidentën Spiropali.
Zoti Edi Rama, të cilin Spiro Pali vazhdimisht i ka thënë Skënderbeu, që dini ju, ka ndodhur sot ditën e sot me Rama ka mbledhur qeverinë dhe grupin parlamentar baton. I mblodhi sot. Ndër të tjera ishte drejtuar dhe Spiro Pali duke parameruar që do të përjashtohet nëse vijon me kursin që ka ndjekur kohët e fundit, pra me disidencën e thellë, ka shfaqur, thonë që ka shfaqur një disidencë shumë të thellë, që Spiro Pali. A keni informacion më detajuar se që është bërë tele aty, kjo disidencë, çfarë ka thënë Rama? Disidentes? Zonjë Spiro Pali, po. Zoti Rama ka qenë duke folur përpara deputetëve dhe ministrave dhe në një moment i ka thënë zonjë Spiro Pali që ju për herë të parë nuk erdhët të votonit për imunitetin e zonjës Balluku, hera e dytë që keni gabuar është statusi i gjatë në Facebook dhe herë të tretë nuk do ketë. Pra qëndrimet e zonjës Spiro Pali të artikuluar në media gjithë këtë periudhë sot morën një përgjigje. Deri sot Edi Rama nuk kishte folur kundër zonjës Spiro Pali dhe tjetra që i ka thënë është që partia si formacion është bardh edhe zi. Ne jemi bardh. Ti tash i zgjidh, do jesh me ne në të bardh apo do jesh zi dhe përballë nesh. Zonja Spiro Pali ka tentuar të replikoj, por nuk është lejuar të flas nga zoti Rama. Kjo ka ndodhur. Sot në mbledhje. Jashtë ka thënë gjë që do replikon ka folur jashtë, por ka dalë si informacion nga brenda pak a shumë në këto batuta. Ajo që duhet parë, kjo praktikisht është një lloj përjashtimi, sepse nga ky moment e tutje, unë mendoj që zonja Spiro Pali do jetë në një cep atje në parlament, edhe ndoshta kolegat edhe nuk do të duan t'i flasin, nuk do ketë më të themi karrierë në PS sa të jetë Edi Rama. Pikpyetja është se si do reagoj zonja Spiro Pali ndaj asaj që ndodhi sot dhe ditët përpara. Do të bëj këtë disidenten që kërkon ti, apo do të hesht edhe do të vazhdoj të rinë në një cep në parlament. Ashtu thua, beton ti që mendon këtë që... Unë s'kam koment për këtë. Por edhe pse deri në parë, pse s'ke komenti këtu? Se di, s'kam koment. Por edhe herën e kaluar, më bëri përshtypje se më the, po e keni këtë temë, unë nuk do flas. Se s'ka tema ta bëlla, se ç'keti. Ja, por Alesja në kishte gjithë ato komente, për këtë që është brenda PS-s. Po këtu pse nuk flet? Edhe me statura shumë të larta. Gjetë ta thuash baton, tani se nuk ka kuptim. Ta kërkojmë me insistim këtë gjë. Do të flas për të dy palët. Jo më unë flas për të dy palët, se kam problem. Në këtë rast, për shembull ja. Je ke Skënderbeun aty dhe Spiro Pali. Mendoj që nuk e di, s'kam informacion të mjaftueshëm se çfarë ka ndodhur në Partinë Socialiste. Ka ngjarje që të lëm pa fjalë sot fytyrysh. Si ç'është kjo? Jo, nuk kam pa fjalë. Ndaj debatoni kam mbet pa fjalë. Ndonjëherë nuk jam pa fjalë për Se si shto në Kosovë thot pa tekst. pa tekst, po. Kupton apo jo? Se di, une asnjëherë nuk pajtoj. Edhe për shaka, për batutë. Nuk pajtoj me fjalën përjashtim kaq. Nuk mendoj që është. Po sikur se kanë përjashtuar apo ja? Jo, Praktikisht është një lloj përjashtimi. Andi tha që e ka përdorur që nuk do jesh. Herën e tretë Nuk do ketë më herë të tretë. Ishte edhe dy të kështu. Të tretën tha. Sa e njoh Edi Ramën, nuk e di. Vetë përjashtim dhe kë vazhdon këtë Lutfiu, kë do të në studio Lutfi se na morëm qafet gjithë. Ndoshta është dhe vetë përjashtim tani thotë. Mund vetë përjashtohet ajo. Ti e ndonë si mendon ti tani, që ti kërkojmë dhe mendimin e zotit Qori si politikan. Para, veç një fjali desha me thënë, nuk besoj që për qëndrime publike dikush do të përjashtohet, ose t'i shkoj men. Tjerat janë dhe të bëjnë, ke komentojmë kër ndodhin ngjarjet. Megjithatë, jemi në nivel të interpretimeve, se çfarë ka ndodhur aty, unë besoj që nuk është... Përjashtuari, Rama ka përjashtuar kaq Islamin për deklarata dhe për votim kundër PS-s. Se ka që ka ikë me përjashtim së më kujtohet. Po, përjashtoj. Po bashkoj votën me BT-n ai pse. Jo, për kaq Islamin ka qenë diçka më shumë. Çfarë?
deklarata kundër Ramës dhe bashkoj votet. Votoj për Berishën, për Po, qeveri. Bashkoj votën për Berishën. Kur bashkoj votën për Berishën, në problem. Po edhe kjo votoj kundër votimi, se problemi parë Të ra mikrofonin kërës e këtu, në këto lejme në këto ngjarje të bie dhe mikrofonin, me gjithë letër. Ngjarja e këto. E disa akoma nuk mund të bëj revolucion në PS. Ndaj bie thot ai se vajtirora s'është ngjarje. po e shpejt e burr, po rini tani. Por, Rini aty tani. dhe si ka të dëgjohemi, që ajo votoi kundër. Votoi për, jo, mungoi ditën e votimit kundër kërkesës pakut. Pastaj bëi deklarat kundër që mënyrës se si Rama drejton partinë. Sot Rama i tha që herën e tretë do të heq, dhe kjo i tha s'është burrëri të përjashtosh, burrëri është të dëgjosh mendimin kundër. I ka thënë kështu? Sipas një lajmi të nxjerr pak më vonë. Po kush e votoi? Dhe kishin disa media pro-qeveritare dhe Gjithashme të thona, se nuk është se ka dalë të live. besoj që lajmi ka Si rrjedhin lajmet? nga vetë njerëz të interesuar të dyja palëve. Di, një pjesë Që konfirmojnë, Jo, unë të pyeta se mbase. Si lajm konfirmon tjetër. Janë ti për shumë ta them se është vërtet apo jo. por, si, besoj që e vërtetës, nuk e di ai ka Dhe thënë me zot turp. fjalimet janë shkruar këtyre, nuk i bënë Ai ka inteligjenca. dëgjuar Rama apo se ka Inteligjenca dëgjuar Rama. artificiale. Por mendoj që besoj se Spyropali e ka kuptuar që nuk bashkohet në rrugët e saj me Ramën, si ishte Tela. Kështu që ajo është duke pritur rrëzimin e perandorit. Nuk e din kur do i vi radha, por ta shohim dhe në çfarë pozitë do jetë kur të rrezohet perandori. A mund ta bëj ajo një lëvizje brenda PS-s? Ajo parti që tashmë ka vdekur është vështirë të ketë Ti Alesia thotë ti te këto. ju shikoni, jo, Alesia vdekur. Po. PD-ja është një parti akoma më gjallë se sa PS-ja. PS-ja është një parti që ekziston fare. Ja, po ai ekziston për Partia të sa është në Demokratike pushtet dhe ka komandantin lart. Ekziston partia. Aty ka një kryetar Qartë. dhe një kazermë. Kryetari emëron dhe shkarkon këto qefi, gjithë rinë me gojë hapur presin kryetarin. Në PD të paktën ka disa që e kundërshtojnë kryetarin. Ka disa që votojnë kundër dhe në grup parlamentar. Domethënë, pavarësisht se çfarë problemesh ka PD-ja që ka shumë, është parti akoma. Funksionon si një lloj i mohohet demokracia vazhdimisht, po është parti akoma. Përse është thjesht kazermë. Zoti Qori. Edhe Erion Braçe që doli dhe foli 2-3 Ramës, jo tha mos ka vënë Rama. Po ndyshë ka pasur një farë disidencë në braçë. Po pra, po ai e mohon disidencën. E mohoi vetë disidencën. Po, dakor. Kam asnjë problem. Tani si ju duket kjo disidenca e Elisa Spyropalit të zoti Qori, është kalimtare apo e ka seriozisht? Se sot për shembull ajo ka vajtur me taksi në aty si shumë e varfër dhe mund të vinë në partinë tënde, po që ka që e varfër. Se ti ikën me taksinë për fushatën e për këto. Jo, unë ikim me autobus, duke me taksi. Duke sigur s'ka luks aty, s'ka hequr dorë komplet edhe po na shfaqet edhe varfër. Nga mënyra se si zoti Tela e dha informacionin, Rama, si udhëheqësi i partie totalitare, tha kush flet pra publikisht, as ka folë, ka bërë iluzione e shkreta, domethënë, ka treguar larg që ka një farë pakrajësie do përjashtohesh. Kjo tregon një natyrën totalitare të organizimit brendshëm të asaj partie. Mirë po, unë nuk besoj që zonja Spyropali u ngrit në këmbë edhe la mbledhje në mënyrë demonstrative. Ndërkohë që mendoja këtë gjë, më shkoi mendja te një artikull shumë i famshëm i Marxit, që është ndruar edhe në libër, quhet 18 Brymeri Louis Bonapartit. Edhe nis me një fjali kështu lapidare, thot historia e përsërit veten, thot Marxi. Mirë po, herën e parë si tragjedi, herën e dytë si farsë. Dhe ç'më kujtua më, cili është versioni tragjik? Jemi pas vdekjes Leninit në Bashkimin Sovjetik. Stalini me Trotskin hahen jo vetëm për pushtet, po edhe për ide. Sigurisht, Stalini e mund Trotskin, po para se ta mundi përfundimisht, të kujton, është botuar dhe në Shqip kujtimet e sekretarit Stalinit. Kujton ai në një nga këto mbledhjet e fundit të byros politike, Trotski del nga mbledhja, u përplas derën Stalinit me shokët i brenda, dhe para se i përplas derën thot, revolucioni thot, dhe klasa punëtore do marrë vërtet pushtetin dhe ju të çojë ju përpara skuadrës pushkatimit. Sigurisht, historia rodhi ndryshe, e vrau Stalini Trotskin dhe jo revolucioni Stalinit si shprehonte Trotski. Unë tani krahasoj këtë ndeshje të madhe Stalin-Trotsk në vitet 25-26 Bashkimin Sovjetik me këtë farsën tani në këtë palo parti që vetëm nuk të bën as të qashmë, është vetëm të qeshësh. Që nuk e di çfarë kryengritje do bëj zonja Spyropali, e çfarë gjëje do bëj, por prap nuk është për ta marrë seriozisht as atë, as këta. Se serioze thua. Për marrë seriozisht Ramën. Ramën për partinë totalitare që ka krijuar.
Por tani këta që thonë, se mos në janë bathin dhe po këta. falë o Skënderbej i madh, po janë ca që kanë folur keq për mua, tani që më hoqe nga pushteti, këta janë qesharak. Pra këta që bëhen disident, kur humbin ofiqin, edhe kur e kanë ofiqin, janë lepe peqe, madje janë dhe qesharak duke thënë o Skënderbej. Këta nuk janë për të marrë seriozisht. Nuk janë. Tani ti mbase për humor në fund, na i sjell në bisedë edhe nuk bën keq. Se tani popullata, se na zgjumi popullatën dhe ne përpiqemi që të mos flet popullata. Kemi dhe një pyetje që është serioze në këtë plan shumë të shkurtër se këta mos na ikin dhe operatorët dhe na lënë kamerat aty edhe mbetemi ne duke ta fosur. Njerë më kujtohet mua te TV Arbëria, vinte avokat Gjera dhe ishte njeri përballë që monitoronte dhe ikte ai, fliste avokati të gjitha ikte ante makaron, si e kishte? Elelini, ikte Elio shket. Ante në makaron, gjithse fliste gjatë avokati. Dhe avokati mbaronte, vjen një moment edhe ai mbaron. Mbaronte dhe i thoshte, Elio, ku je? Bërtiste fort, e kupton? Mos ta ikin dhe këta. Se popullata flet tani dhe ikin dhe këta. Tani shumë shkurt po shkojmë në zgjedhjen Kosova, jo, si është kjo punë. Ikëm, jemi në zgjedhje dhe ky më mirë mund të quhet zgjedhjet parakoshme si vend të quhet kështu se sa Kosovë. Si mendon? Unë sa zgjedhje të parakoshme janë bërë? 4. Për sa kohë? 4 për më pak se një vjet e gjysmë. Më pak se një vit e gjysmë 4 zgjedhje të parakoshme. Allah. A e kupton apo? Tash I mendon tani ti shumë shkurt që të. unë besoj që do ketë edhe një palë mas kësaj. Edhe pas sa do ketë prapë parakoshme. Prapë zgjedhje, po. Po atëre e prishkan në Kosovën këta. Ndërkombëtarët mblidhen edhe. Jo, që ndërkombëtar. Ndërkombëtarët s'ka me. S'kan interes fare. Ajo që është interesant për të thënë që nëse Albin Kurti është bëj lexueshëm. Dhe është bëj lexueshëm për arsye se 3 liderë të cilët e kanë pushtetin që 14 respektivisht 15 vjet, që është edhe që janë të fortë, që e kanë shumicën në parlament, i kanë gjitha pushtetet, Mickovski, Rama dhe Vučić, Albini dëshiron t'i bashkohet kësaj. Për arsye se në vetdia i foli, që tha, unë me këta nuk mund të bëj kompromis, më japni 80 vota që t'i bëj vetë të gjitha, dhe t'a zgjedhë presidentin. Mendoj që Kosova, për i vitit 2001, ka bë kompromis të vazhdueshëm për të udhëhequr pushtetin. Ky kompromis i vazhdueshëm është për shkak sistemit politik që ka Kosova. Dhe sistemi politik është se nuk mund t'i eliminash minoritetet. Që të mos zgjidhet nga populli kjo. Jo, mas nuk zgjedhet nga Popullata ta zgjedh. Po nuk bën. Nuk zgjedhet nga populli. Jo. Ka do ndryshime të konstitucionit. Kush e lexon me kujdes dokumentin e Vjenës, i ka 4 karakteristika kryesore dhe aty e sheh pse Albin Kurti ka gabim. Përveç mund të themi që ai do të bëj një diçka këtë të re në politikë është që të hynë ndryshime kushtetuese pa i vetë ndërkombëtarët, dhe nëse e bën këto, atëherë i japi unë të drejtë për gjithë këtë sakrificë. Por nëse nuk bën asnjë gjë, Pa votat, duan 2/3 për të shekuar kushtetues. po 2/3 po 2/3 i duhet të edhe minoritetet. Po jo duhet të edhe minoritetet. Ai nuk mund ta bëjë ndryshimin kushtetues pa pasoja të mëdha. 14 vota nga 20 votat e minoritetit do 14, 2/3 e tyre. 2/3 e tyre. Dhe problemi është që nuk ka kur gjë të re që mund të sjellaj. Përveç se e dëm pushtetin e vet që ti ngjaj edhe 3 liderëve që janë 15 vjet në pushtet. Dhe Qartë, pra Kosova ajo që më e keqe, vlerat të cilat janë krijuar në Ballkan, nesër në Hungari dhe Kosova dikun, është e habitshme çysh kanë qenë të përkrahur nga Evropa, edhe nga shtetet evropiane. pra nesër Kosova ka Në fushat kanë qenë gjithë këtë periudhë këta. Apo kupton? Fushat, edhe sot, edhe deri sot fushat elektorale. Dhe dojnë një farë siguri edhe qetësie. Baton nesër Kosova ka lënë zgjedhjet parakoshme. Sante. Sot. Jo, nesër në 12 kalon, po sante vendoset se është mbledhja, derisa na po flasim, unë nuk e dija. Janë votu se nxorën 2 kandidatë të reja vetëvendosja, por kanë nisur seancën me 66 deputet. Duhet nis me 80. Po, domethënë ka rënë dhe jemi në zgjedhje. Kanë votuar të dy. Pra Kosova ndërrohet të shikues. E para ylli dhe është një fjali të fundit që mos shkojnë këta me. Fjalin e fundit. Është e pamundën që për 4 herë radhazi e gjon ditën e fundit për të ndërtuar rrëfim politik.
edhe për të treguar se kush është fajtori. Fajtori dhe viktimizimi janë dy pikat të cilat Albini i ka rrëfim politik që për një kohë. Pra arsye se edhe ai s'ka ide, edhe ai s'ka çaj thot më Kosovës, edhe ai s'ka risi, do t'i ngjaj dikuj, le t'i ngjam. Qartë. Kjo një pyetje vetëm. Ka vetëm Albini këtu, po ky ka dhe kundër Albini, e kupton, se ka vetëm Albini për. A nuk ishte Kurti që ju drejtua opozitës, më jepni 3 kandidatura, do unë votoj. Dhe ata nuk i dhan. Po jo, jo. Do vetëm në parim. Kjo është me... Jep 3, një nga këto 3 kjo është me vendos fajtorin. Kjo me vendos fajtorin. Kjo është gjithë krisën, do vetëm... Është infrastruktura një kompromisi. 3-4 ditë më herët, tha unë... Po jo më këtë citat fundit, pse su beke? Fundit, pse su bë? Me 3. Mi jepni 3... Pra su farsë. Me 2 kandidatë. Pse është farsa? Po ti jepte 3, e dikur dilte farsë. Ti jepnin 3 këta dhe nuk zgjidhej. Në bazë këtyre do gjykohen, edhe do votohen në bazë Atëre, 2 kandidatura ditë, po... Jemi, ata nuk pranuan, nuk kanë pranuar, vazhdimisht është dhe opozita. Këtu po batoni këmbgul pak të mos e vazhdojmë se s'kemi kohë. Dy partive... Eshtë si jam a përshkruan për herë të fundit me që tha disa... Po i tha Vjosa Osmanit ti je personalitet politik Për partia. ta mbyllu se radhën tjetër Lutfidovic Tute në Tryezë, për ta mbyllur, ja si e spjegon dhe Lutfiu këte. Është si punë e telegramit tot irlandes. Telegrami parë, ka 2 telegrame. Situata është serioze, por jo e pashpres. Telegrami dytë, situata është e pashpres, por nuk është serioze. Dhe, përfundimisht, këtu kanë filluar të bjenë qeveritës si që bje shiu. Më shpejt se shiu. Më shpejt se shiu. Dhe, kjo është një tregon që është në të keqet Kosovës. Por këtu nuk është vetëm Albini, ka që ishte të ndërruar të shikus për mërmëre sotme, ne u përpoqim të thoshim disa gjera, thamë, faleminderit shumë, faleminderit ndërruar kolegë, na dhe mirë shifemi të njëtë.